Allahu thot më pa, e tash të tregon që i ka ndodhur vetë. Allahu thot më pa begatuar me një zemër të rahatshëm. Edhe shijojsha një shije të veçantë. Kur u veçova me Allahun xhaleshanu, kisha një ngrohtësi. Dhe një ditë që ka ndodhur, ta të se kur ju kësh marrë, i shpërvun me kjo. Merë një njerë me post të lartë, më ftoi në gosti për të ha ushqim. Edhe nuk duhet thot me refuzu, edhe shkova, tha. Shkova taj dhe konsumova, hangra, ata shka më afrojnë në sofër. Pas asaj ushqimit drekës, shumë kam djetot zahmet dhe vështërsi në zemër. E kuptova se mu largua që pak më herët, për disa ditë, më hupe jo rahatia dhe kënaqësia. Në njerë, më dërgoi Allahu dënimin, dhe kjo zgjati, kogja një periudhë. Unë nervozova me zemrën time dhe vetën, dhe unë nala. Thash, të gjithë shijet që i pësëdojë më herët, mi humbe, a unë më herët ndisha kënaqësi në adhurim, i thash vetës, çudim e ty, ka fordash dek me vetën, si ka armare. Ti thot në këtë rast, gostitën, i thot vetit, e shko bëm ata. I thot nefsi që shemë ashtartë. A di shka, po ti shkova e imponuar, jo që shkova ti me dëshirë, se me pasku me dëshirë, Zotit dënon. Çdo se shka bak me imponim, falet. Që tash nefsi ato kurthët e kësije që i ka. E tregon direkt, edhe e ekspozon dhe shpalos para tjerëve. Thot në këtë rast, gostia ishte imponuar. S'ke shku ti me qef, po ajta ka poftesën. Nuk i shku si servil ti mju afru atina. E sot, si më dënu Allah Gjereshanu, mendova mirë, ma pastaj gjeta. Tha qka? Po, ki shkove imponum. Po ki qenë imponuar me shku. Po qka? Ki mujtë më jangër 2-3 kafshata. E jo t'ju shove, unë ngope dhe ustë ngope. Që kështë, kjo qëtë fiku nefs. A i kodi i shpirtit, me ditë, mësë me lanë, shpirtit e kodi nefsit ju më të mashtru. Me ditë, ku të do të pur, tha, një mshelderën. Ku do më të ba laberdinat, një dhe mshele. Se nefsit mashtron edhe me tekstet fetare. Që kam, me ke qenë imponuar, s'ki shku me qef, me pas shku me qef, po, a më ti imponu, po, ma unë e ka mëjtë mangër 2-3 kafshata, jo më ngop mangër me darke, me ambëlsira, me shkue, e kujdi, deri sa, ashtu të të, pastaj ndalë vetën, i thash, ndalë pak vetën, nefsi ma kthej. Pra, nga e di se ushqimi, ki ka thonë, po këshere, pse po tutesh me si kjo ngër dyta. Gati se ti e ka pas ushqimin haram, ai cili ta ka thru këtë pas. Kjo të fol kohën e hershëm, dëgjoni vëllaz. Ibn Xhauzi është ka jetu në shekullin 590 Hijri, që i bie 600 në 1400, për 800 vite, për 8 shekull. Në atë kohë ata të pasët kanë qenë kohë të devotshëm. Ta dish se pasanimet e kohës pak më ndryshe, nuk e ruajnë shumë imazhin fetar, nuk i kishin halal, ata i kanë kshir. Megjithatë, edhe kjo i ka lënë çka? Dyshime, edhe i ka thonë që nefsi, sa po tutesh be, për kujde se ka pasur ushqimet, harama se dite, minjër tha, një dyshim, sikur se do keme relativizu situatën, ama tha, ja ka dhe, ajo që është mrejna i thut, një moment zgjuarësie, që Allah tapin sërim, ajo nga mrejna, ja pozitivja, merë më tha, minjër shkam tha, u përgjith, po thot, ku e pata qatë moment devotshmërinë me largu dushimin, se në Islam ka një 2 shtresat devotshmëri. Një takvaja, devotshmëria, murujt nga haramat, është një stres, një nivel më i lartë se devotshmëria quhet wara. Kur ki dushime, e lufton me këta. Kjo është niveli më i madh. Se na sunë bona, na vish rrumi pi haramit, po disa njerëz që të devotshëm, ata nga dushimet. E di që është halal, po kanë dushim hiki. Kjo është niveli më i lartë, apo quhet elita e njerëzve të mirë. Edhe tha, kjo nga mrena pozitivitetin, tha, po ti kuj pata devotshmërinë në waran që me largua dyshimin? Kjo ishte tha pagesa faktura e parë që hupa shimin e shpirtit. Edhe mura vesh. Në kësi raste nuk do shlona radhë, se ma munet kënaqësia. Se njëri kur shijon diçka ke po, s'ka qef mi up ata. Ka qef serif, mi u kthi. Ndonjëherë ne e dimi momentet se kura na upët një veshia. Thjesht e dimi, shumë mirë e dimi. Andaj thot formula është ku e ki përjetu kënaqësinë nga ato momente dhe situata dhe rrethana. Çka ka qenë faktorët dhe sebepet që aty përmoj dhe investo. Se çka më ta sill sërish për zdyti. Për ndryshe, duke ditë dhe ti e ignoron, ti vetëm me dorët e tua i t'ia bën keqës vetes tone.